Orhan Pamuku është intervista ime e parë, me të e nisa. Me të e nisa ciklin e të gjithë shkrimtarëve tuaj, të filozofëve ndërkombëtar. E nisa rastësisht, e nisa në panairin e librit, kur ai kishte marrë Nobelin dhe Flutur Achka ekspozonte librin e tij. E pyeta kot, a mendon që mund t'i bëj një intervistë? Dhe Flutura më tha, po kot, po. Në fakt s'ishte kaq kot, ishte plot. Sepse mbas Flutur Achka, botuesja Orhan Pamuk në Shqipëri e kërkoi, menaxherja Orhan Pamuk tha po dhe ne shkuam në Stamboll një muaj më pas. Vajtëm në studion e Orhan Pamuk, e cila shikonte nga Bosfori, unë gjitëm lart edhe në fakt po t'ja tregoja shumë komike, gjithë çfarë më ndodhi në atë studio. Ishte intervista ime e parë, unë nuk e dija se të sillesha me një shkrimtar të huaj, me një nobelist, me një njeri tjetër, ndryshe nga intervistat politike apo intervistat me shqiptarë që kisha realizuar këtu. Për më tepër, duke qenë e papërgatitur, nuk isha arritur të krijoja një lidhje me menaxherin për të shpjeguar që unë doja një orë kohë, që do të zgjaste kaq intervista jon, e tjera si këto. Gjë që i mësova të gjitha për herën e dytë. Por herën e parë e kam bërë shumë për qeshur Orhan Pamuk, edhe veten time kur dola. Folëm për rreth 10 minuta dhe ai pa orën tha, unë tani kam një takim, do doja ta mbyllni. Unë nuk mund ta mbylli, thash, sepse unë duhet të bëj një intervistë më të gjatë, nuk më dolën, nuk i thash të gjitha pyetjet. E kuptoj, tha, po unë kam lënë një takim dhe u çua. Ai u çua, unë nuk çohesha. Orhan Pamuk u kthye dhe filloi të qeshte më të madhe. Vetëm qeshte dhe prandaj në intervistë e ka shoqëruar në pjesën e dytë, e ka shoqëruar më pas e gjithë ajo e qeshur, që e gjeti të papërgatitur fakti që një vajzë ju ul në kolltukun e shtëpisë nuk i çohej, thoshte do të bëj edhe pyetjet e tjera. Kështu që ul, i tha miqve që i erdhën për drek, më prisni pak. Dhe unë ja bëra pothuajse të gjitha pyetjet, duke parë gjithë frikorën se duhet të çoheshim. Ja bëra të gjitha pyetjet, doli një intervistë nga ato të bukurat, për shkak të qeshurës që kishte ai dhe shojonte gjithkohës, për shkak të thjeshtësisë së tij. Ishte një nobelist, ishte një turk, ishte një ballafaqim i parë me botën tjetër, të mësuar me intervista të ngurta edhe ndryshe. Ky ishte edhe takimi im i parë me Orhan Pamuk. Pastaj pati një të dytë për shkak se ai më tregoi në atë intervistë për faktin se vërtet po merrte Nobelin, por në fakt se kishte shkruar ende librin e jetës tij, siç e quante ai librin që po mbaronte, Muzeu i Pafajësisë. E shkroi Muzeu i Pafajësisë, e botoi, unë e lexova sapo doli dhe mbeta në atë libër, nuk doja më të dilja. Dhe mesi po prisja të shikoja muzeun real të pafajësisë. Gjithë bota në fakt mezi po priste të shikonte muzeun. Dhe ai e bëri. Orhan Pamuk e ndërtoi në Stamboll Muzeun e Pafajësisë për shkak të librit Muzeu i Pafajësisë. Kur muzeu u inaugurua, erdhi ftesa edhe mua edhe botuesës Achka, ne shkuam në Stamboll, shkuam në Muzeun e Pafajësisë. Ishim një grup gazetarësh që e kishin intervistuar edhe herë tjetër Orhan Pamuk. E intervistuam përsëri. Edhe unë pata rastin ta pyesja për të gjitha pyetjet, i bëra të gjitha pyetjet që më erdhën nga leximi i librit. Unë kisha ndryshuar, bëja të tjera pyetje, isha ndryshe, kisha lënë takime, isha organizuar. Orhan Pamuk jo, ishte po njësoj, i thjesht, i qeshur, njerëzor dhe i mrekullueshëm. Orhan Pamuk ka dhënë 2 intervista për mua në Top Channel, i kemi transmetuar në emisionin Shqip. Ne do t'rregojmë një prej tyre në Dritare Podcast, por në fund është xhirimi i Muzeut të Pafajësisë, ato momentet që realizuam me Elinin edhe i montuam pastaj me Siborën, për të parë muzeun. Dhe mos harroni, kur shkoni në Stamboll, duhet shkoni patjetër, mbasi të keni lexuar librin. Orhan Pamuk ka lindur më 7 qershor 1952 në Stamboll. Në vitin 1982 u martua me Aylin Turegen, me të cilën u divorcua më 2001. Ka një vajzë 17 vjeçare, Ryan, që në shqip do të thotë ëndër. I vogël i kushtoi shumë vëmendje pikturës. Pasi u diplomua në shkollën laike American Robert College në Stamboll, ai studioi për arkitekturë në Universitetin Teknik të Stambollit për 3 vjet, por shpejt hoqi dorë. Mandej u diplomua në Institutin e Gazetarisë në Universitetin e Stambollit, pavarësisht se kur nuk punoi si i tillë. Në moshën 23 vjeçare, Pamuk vendosi të bëhej romancier dhe hoqi dorë nga gjithçka për të nisur rrugën e shkrimit. Në vitet 1985-1988 u mor me kërkime pranë Universitetit të Kolumbias në New York dhe për një kohë të shkurtër në Universitetin e Iowas.
Pas periudhës së shkurtër që kaloi në Amerikë, Pamuku rikthye përgjithmonë në Stamboll. Kam kaluar gjithë jetën time në Stamboll, thot ai, në bregun evropian, në shtëpitë përballë bregut tjetër, atij aziatik. Të jetosh afër ujit, duke parë bregun përballë në kontinentin tjetër, ka qenë fat për mua, sepse më kujtonte vendin tim në këtë botë. Pastaj një ditë u ndërtua një urë që lidhte të dyja brigjet e Bosforit. Kur hipa në urë dhe pash panoramën, kuptova që ishte akoma më mirë kështu. Ishte edhe më bukur të shikoje të dyja brigjet bashk. Kuptova që më e mira që të ishte një urë mes dy brigjesh për t'u drejtuar të dyjave pa i përkitur asnjërs. Më 1982, ai shkroi librin e parë Cevdet Bey dhe bijtë e tij, në të cilën përshkruhet me 3 gjenerata jeta midis traditës otomane të familjes dhe përqasjes me stilin perëndimor. Në vitin 1983, shkroi Shtëpia e heshtur, që ishte një reflektim i lëvizjeve shoqërore të kohës. Populariteti i tij ndërkombëtar nis me veprën Kështjella e Bardhë më 1985, roman historik për Stambollin e shekullit të 17. Libri i zi, 1990, provokoi debat në Turqi për shkak të referencave të tij sufiste. Mbi këtë libër është bazuar filmi Fytyrë e fshehur. Romani i tij Jeta e re, 1994, është një rrëfim mbi shpirtin mistik dhe reminiscencat e kulturës popullore dhe miteve turke, një libër që ka aftësi të ndryshojë jetën nëse lexon. Ky u bë një nga librat më të lexuar në letërsinë turke. Në vitin 2000 Pamuk prezanton librin Unë jam e kuqja, ku tema kryesore është raporti midis lindjes dhe perëndimit. Ky libër flet për artistët otoman dhe persian dhe mënyrën e tyre për të shikuar dhe portretizuar botën jo perëndimore, e treguar përmes një historie dashurie dhe një historie familjare. Bora, 2002, i vendos ngjarjet në qytetin Kars, dikur kufiri mes perandorisë osmane dhe asaj turke. Ai ka thënë se ky ka qenë romani im i parë dhe i fundit politik. Në 2004 boton romanin Stambolli mbi shpirtin e një qyteti, një portret i tij për qytetin e lindjes, i bazuar në melankolinë që ai sheh në jetën e njerëzve të këtij qyteti. Është një vepër që kombinon kujtimet e hershme të autorit deri në moshën 22 vjeçare dhe një ese për Stambollin, të ilustruar me fotografi, të bëra nga ai vet, por edhe me piktura perëndimore dhe fotograf turq. Në mes të viteve 90, Pamuk mori një pozicion kritik kundrejt shtetit turk në artikuj për të drejtat e njeriut dhe lirinë e mendimit, edhe pse nuk kishte interes për politikën. Pamuk ka patur shpesh herë kërcënime për jetën, dhe kjo ka nisur për shkak se në një intervistë ai është shprehur: 1 milion armen dhe 30.000 kurd u vranë në këto toka, por askush përveç meje nuk guzon të flasë rreth kësaj. Për këtë kundër tij u hap një proces gjyqësor më 16 dhjetor 2005. Ai u pa ditë në bazë të artikullit 301, sipas së cilës është e jashtëligjshme të fyesh Republikën, Parlamentin apo ndonjë organ të shtetit, dhe për këtë mund të dënohesh deri në 3 vjet burg. Në një intervistë dhënë për CNN, ai ka pohuar: "Unë akoma i mbahem fjalëve të thëna. Qëllimi im është të nisja një diskutim të vogël mbi këtë tabu, sepse kjo tabu është një pengesë për hyrjen në Bashkimin Evropian. Çfarë thash ndoshta nuk është e vërtetë. Ju ndoshta nuk do të jeni të një mendje, por unë kam të drejtë ta them atë." Fatmirësisht një gjykat në Turqi rrëzoi çështjen kundër shkrimtarit të njohur. Çështja kundër shkrimtarit u kritikua nga Bashkimi Evropian. Gjatë kohës së kërcënimeve ai u largua në Shtetet e Bashkuara, që është një vend që ka pritur edhe shumë shkrimtar të tjerë mysliman të kërcënuar nga ekstremistët islamik. Orhan Pamukut ju dha nga Akademia Suedeze çmimin Nobel më 12 tetor 2006. Që shpreh asaj dite, librat e tij janë botuar në më shumë se 40 gjuhë. 2 prej librave të tij, Unë jam e kuqja dhe Bora, kanë ardhur në Shqip nga shtëpia botuese Skënderbeg Books. Orhan Pamuk është në qendër të vëmendjes ndërkombëtare jo vetëm për librat e tij, por edhe për kërcënimet me të cilat rrethohet jeta e tij. Ai ka dhënë intervista në mediat më të njohura, si CNN, BBC, Reuters e të tjerë. Gazeta të famshme si Financial Times, The Guardian, The New York Times, The Observer, Herald Tribune e shumë të tjerë kanë shkruar për të dhe letërsinë e tij. Për herë të parë fituesi i çmimit Nobel për 2006 vjen për shikuesit shqiptar nëpërmjet emisionit Shqip në Top Channel. Mirë se u gjej në zyrën tuaj, zoti Pamuk. Për mua është kënaqësi, do doja ta trajtoja si kënaqësi këtë çast që jam në zyrën e një nobelisti, por është puna. Kam detyrime ndaj lexuesit tuaj në Shqipëri edhe ndaj shikuesit tim në Shqipëri. Si bëhet të bashkosh kënaqësinë me detyrimin? Tabii hoşlandığımız şeyi yapmakla
zor, mecbur olduğumuz, bizi zorladıkları işi yapmak aslında birbiriyle çelişkili gözüküyor. Mund të them që ka përplasje mes punëve që bëjmë me dëshirë dhe atyre që na detyrojmë t'i bëjmë, por ndonjëherë edhe punët që i kemi të detyruara duhet t'i bëjmë me dëshirë, sepse ndryshe si do ja dilnim të shijonim jetën. Unë gjatë gjithë jetës time kam dashur të bëhem shkrimtar, dhe kur u bëra, shkrimtarin si punë e kam bërë me dashuri. E shoh veten time si njeri me fat. Unë jam me fat sepse kam arritur të bëj atë punë që kam dashur gjithmonë. Hayatta yaptığım için de talihli bir insan olarak görüyorum kendimi. Unë duhet të prezentohem në fillim, unë jam shqiptare, punoj në Top Channel, është televizioni më i madh në Shqipëri. Atë dheu im është i çuditshëm, por unë e dua, edhe nuk i ndajem dot. Shtëpia ime është 1 orë gjysmë larg shtëpi suaj, këtu në Stamboll. Çfarë dini ju për shtëpinë time, për Shqipërinë? Arnavutluk hakkında. Küçük bir ülke olduğunu biliyorum. Di që Shqipëria është një vend shumë i vogël, di gjithashtu se edhe kultura juaj është shumë pranë tonës, do me thënë ka ngjashmërira, ngjasim. Mund të them se edhe fjalorët e parë turqisht janë bërë nga disa shkrimtarë me origjinë shqiptare. Figurat të rëndësishme me origjinë shqiptare kanë ndikim të madh në kulturën moderne të Turqisë. Nëse do të vazhdoj të flas ende, do të më ngjaj sikur kulturat e dy vendeve nuk mund t'i mendojmë veç e veç, por si vazhdimsi të njëra tjetrës. Në të vërtetë Shqipëria është një vend në mes të Europës. Unë di rreth viteve të mbylljes në vetvete të Shqipërisë apo edhe për ngjarjet e rënda të disa viteve më parë. Atje kam patur shok këtu në Turqi që janë ndikuar nga gjendja që kaloi Shqipëria përpara një 10 vjeçari. Disa prej këtyre çfarë përmenda unë i kam shkruar dhe në librat e mi. Intelektualët turq e kanë ndikur Shqipërinë gjatë periudhave të ndryshme. Tani e di që Shqipëria ka kaluar në një sistem demokratik. Ky është një shtet që po forcohet, pasurohet, e shpresoj dhe dua që të vazhdoj me sukses në këtë rrugë. Ben burada ondan etkilenen arkadaşlarım vardı. Kitaplarımda bahsettim böyle şeylerden. Në fakt, tek libri i zi dhe tek libri i zi ndesh Enver Hoxhën dhe bektashizmin. Evet, çünkü aslında Po është e vërtetë, në të gjitha fushat e jetës qofshin këto sociale, politike apo dhe fetare, fshihet diçka. Është një shpirt herë në trajt konspiracionesh që me kalimin e kohës formsohet ndryshe apo merr tjetër trajt. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për të kuptuar se si tek bektashizmi, teoria e Enverit apo e Mao Zedongit që në vetvete duken gjëra të ndryshme, por nëse sheh mirë brenda, kupton se këto kanë disa pika të përbashkëta që ndoshta me kalimin e kohës bën edhe publike. Për mua është e rëndësishme të arrish të gërmosh nëpër këto teori. Sipas meje, këto janë temat për të cilat mund të shkruash një libër apo roman. Dhe meqense jemi tek shtëpia botuese që quhet Skanderbeg Books. Ju e dini që Skanderbeg është heroi ynë kombëtar i cili për 25 vjet ka luftuar kundër turqëve? İskender yalnız Skanderi është heroi dhe luftëtari i gjithë zonës. Është e vërtetë që kemi luftuar shumë ndaj njëri tjetrit, por sa luftë, po aq edhe të përbashkëta kemi. Ndërkohë jam shumë i kënaqur nga shtëpia botuese në Shqipëri. Shtëpia botuese Skanderbeg ka bërë një punë mjaft të mirë dhe di që fali kësaj pune unë njihem dhe lexohem edhe në Shqipëri, sepse tani ka ardhur koha të mos luftojmë me njëri tjetrin, por të lexojmë libra. Por në fakt më erdhi, ishte në fakt mendimi që dikur një heroi luftonte kundër jush dhe tani nobelisti juaj botohet nga shtëpia botuese që ka heroin e luftës kundër. Si ndryshon koha, Zoti Pamuk? Tabii ki kültürler çok değişiyor. Aslında hepimiz bundan 150 yıl Kulturat ndryshojnë. Njerëzit e tanishëm nuk ngjajnë me kulturat e kaluara, por me kulturën e tashme. Tani ne nuk kemi të njëjtën kulturë me atë të 150 viteve më parë. Nuk mendoj se e kaluara dhe historia e hershme duhet vazhdojnë të ndikojnë në jetën tonë aktuale. Historia të ndihmon të kesh një identitet kombëtar. Sistemet e arsimit japin më shumë rëndësi historisë, por ka diçka më të rëndësishme se historia. Po të shikosh tani, një shqiptar ngjason edhe me një turk, brazilian apo me kinez. Mënyra e njëjtë e jetesës që njerëzit bëjnë në mbar botën i bën ata të njëjtë. Mënyra se si jetojnë njerëzit tani në kohën kur flasim, për mua është më e rëndësishme se sa historia kombëtare e një vendi. İnsanoğlunun kardeşliği, aynı şartlarda yaşayan insanların kardeşliği, onların milli tarihlerinden daha önemli benim gözümde. Unë i përkas një brezi njerëzish të cilët në Shqipëri kanë dashur në vite, kanë pritur në vite që shkrimtari i tyre i dashur, Ismail Kadare, të marrë Nobelin. Shqiptarët pra, e kanë pritur dhe kjo nuk ndodhi, ende nuk ka ndodhur. Po turqit, e pritën Nobelin për ju dhe kur erdhi si u ndjel ata? Ne yazık ki İsmail Kadare değerli bir yazar.
Sa keq. Ismail Kadare është një shkrimtar mjaft i mirë dhe i njohur. Duaj që ai ta marrë këtë çmim. Duaj që të jetë i suksesshëm. Në momentin që unë mora çmimin Nobel, pati një reagim politik nga mediat që nuk kanë të njëjtin mendim politik me mua. Madje ata më hapën luftë jo vetëm mua, por edhe Suedis. Por unë nuk dua të qëndroj shumë në këtë çështje. Megjithse dua të them dhe diçka që është e vërtetë. Çmimi Nobel që unë mora nuk u shndrua në një festë kombëtare në Turqi. Do me thënë ju nuk e shijua dot. Ama aldığım ödülün Jo, unë e shijova. Për këtë jam i kënaqur. burada yaratmadığı da gerçek. Çfarë bënit kur ju telefonuan nga akademia dhe ju thanë ju keni marrë Nobelin? Peki ben uyuyordum. Amerika'da üniversitede ders veriyordum. Unë atë moment po flia. Isha në Amerikë pasi atje i jepja mësim. Ka qenë mesi i natës dhe numrin tim të telefonit e dinin pak njerëz. Kishte shumë pak kohë që unë kisha filluar të jepja mësim në New York. Mendova se ishte ora 7 e mëngjesit, sepse ishte natë. E hapa telefonin dhe pyeta kush është. Kujtoj që isha me pijama i përgjumur. Më zgjuan dhe më dhan lajmin. Më thanë që do të vi një tjetër telefonat nga Suedia, të cilët do të më pyesnin nëse isha dakord për çmimin. Pa marrë veten mirë nga telefonata e parë, erdhi telefonata e dytë. Më morën nga Suedia. I falenderova, e pranova dhe u thash që do të vi bashkë me vajzën për të marrë këtë çmim. Ju keni marrë një çmim, ju ishin me pijama kur e dëgjuat, mua po më duket gjithçka shumë e thjeshtë, shumë normale, ju keni marrë Nobelin dhe ne po flasim, por në të vërtetë, a ta ndryshon Nobeli jetën, a ja ndryshon Nobeli jetën, a është ai kulmi një shkrimtari, çfarë ka pas ti? Menjëherë sa e mora vesh këtë lajm, i thash vetes dhe gjithë shokëve që më morën në telefon për të moruar që ky çmim nuk do të më ndryshojë jetën. Çfarë dua të them me këtë? Ky çmim jepet shkrimtarëve të cilët janë në moshë më të thyer. Për shkrimtarët të cilët e marrin këtë çmim, është një mendim i tillë. Janë njerëz në pension të cilët nuk shkruajnë më. Është një lloj mirënjohjeje për gjithçka ata kanë bërë e kanë parë. Për mua nuk është kështu. Nuk ka pse të jetë kështu, madje është krejt e kundërta. Unë ndjej brenda vetes se jam akoma në gjysmë të rrugës të krijimtarisë time. Kam akoma shumë libra për të shkruar. Madje gjatë të dhënies së çmimit isha në gjysmën e një libri që po shkruaja në Amerikë. Tani në këto momente jam në përfundim të tij. Ajo që dua të them është se dëshira për punën, lidhja dhe dashuria për letërsinë dhe për shkrimin e librave asnjëherë nuk do të mbaroj. Të gjithë kohën time do ta shpenzoj për këto. Çmimi Nobel nuk e ndryshoi as pak karakterin tim. Nuk e ndryshoi lidhjen time me letërsinë dhe librat. Me marrjen e Nobelit, nuk mendoj se kam arritur suksesin më të madh. Në të vërtetë, librin më të bukur që kam shkruar deri më sot nuk e kisha para Nobelit. Jam duke e përfunduar tani. Pas marrjes së çmimit, librat e mi filluan të përktheheshin në 56 gjuhë, nga 46 që përktheheshin më parë. Çmimi më afroi me më shumë lexues, pasi duke filluar nga Kina e deri në Brazil, librat e mi shiten dhe lexohen dhe për këtë jam shumë i lumtur. Dua të them që akoma pa përfunduar librin që kam në dorë, ai është i shitur dhe i përkthyer në 40 gjuhë. Në Kinë, di që librat e mi lexohen shumë, pasi kam marrë dhe disa çmime atje. Në verë do të bëj një turne Kinë, Japoni, Indonezi, Kore. Të gjitha këto ndodhi ngjasojnë të çuditshme. Ato të fusin pakthim në një botë prallash, por pavarësisht tyre, unë do të vazhdoj punën që dua. Do të shkruaj libra, kam ende në planet e mia të shkruaj 6 apo 7 libra të tjerë, të cilët mendoj se janë më të rëndësishëm se çmimi Nobel. Düşündüğüm daha 6-7 tane kitabım var. Onları yazmam lazım. Onlar benim için Nobel'den de önemli. Është përmendur ndonjëherë Nobeli më parë në jetën tuaj letrare, për shembull, baba juaj lexoi për herë të parë librin tuaj të parë. A tha ai ju do merrni ti do marrësh Nobelin apo i tha thjesht ti do bëhesh pasha? Edhe në librin tim që është përkthyer në shqip, Baulja e babait e kam shpjeguar pak këtë çështje. Ai libër përmban fjalimet të mia gjatë marrjes së çmimeve, por në formë tregimi. Ende pa dalë libri im i parë, ja kisha dhënë babait për ta lexuar. Ëndra e babait ishte të bëhej shkrimtar, por për shkak të kushteve nuk ja doli. Pasi lexoi librin tim, ndryshe nga baballarët e tjerë, të cilët i urojnë të bijve të bëhen pashallar, në kuptimin e sotëm të pasur dhe të nderuar për paranë që kishin, imi më tha atë ditë, një ditë ti do të marrësh çmimin Nobel. Kjo ndodhi në kohën kur isha 30 vjeç. Kur unë isha 54, e mora vërtet Nobelin. Atë mbrëmje do doja shumë që babai im të ishte me mua dhe të shikonte ndërsa e merrja këtë çmim, por ai nuk e arriti dot. Kisha vajzën time në ato çaste kur ai më mungonte shumë. Gjatë 4-5 viteve të fundit, gazetarët turq apo të gjithë miqtë e mi prisnin që unë të merrja këtë çmim.
Kjo gjë filloi të më mërziste. Ditën që do të publikoj, gazetarët turq vinin tek dera e shtëpisë time. Pasi mora çmimin, rash në qetësi, sepse nuk do të vinë më çdo vit të më pyesin, kur do ta marrësh këtë çmim? Pra tek ëndra shkohet lehtë, thoni ju, mjafton ta kesh një ëndër. Është si në dashuri në faqen 113 të Unë jam e kuqja, kur thoni se mos nxitoni gjërat në dashuri, sepse kështu i ngadalsoni më tepër. Pra dhe me ëndrën, mos nxitoj gjërat, të shkosh një ditë. Bu mutlu bir hayat yaşamak benim için kitap yazmaktan da önemlidir. Për mua ëndra është të jetoj një jetë të lumtur, dhe një jetë e lumtur sipas meje është të bëj atë që dua më shumë. Ajo që dua më shumë është të shkruaj, vetëm duke shkruar libra mund të bëj një jetë të lumtur. Ndryshe nga të tjerë, jam njeri që dua të qëndroj në vetmi, të ndërroj dhe këtë gjë kam pranuar mes vetes. Lumturia për mua është të shkruaj një roman të bukur dhe të marr lumturi nga e shkruara. Të marrësh urime nga njerëz që kanë lexuar librin tënd, të marrësh çmime, është diçka shumë e bukur, por jo qëllimi. Ky është vetëm shpërblimi i gjithë kësaj pune. İnanmak. Bunlardır beni mutlu eden şeyler. Flasim prapë për letërsinë. Dua të di se si ndaloi ajo tek ju. Ju ishit piktor, e dinit që nuk doni të bëheshit piktor, por nuk dinit çfarë doni të bëheshit. Pastaj? Nga mosha 7 deri në moshën 22 vjeçare dëshiroja të bëhesha piktor dhe prindrit më kishin përkrahur. Studioja në Fakultetin e Arkitekturës pasi vi nga një familje inxhinierësh. Gjyshi, xhaxhai dhe babai im ishin inxhinierë ndërtimi dhe të gjithë prisnin të njëjtën gjë, edhe nga unë. Por gjatë viteve të shkollës kuptova që nuk e doja këtë profesion dhe zbulova se doja të bëhesha shkrimtar. Lexoja shumë romane, madje në orët e mësimit nuk e kisha mendjen asnjëherë. Vetëm mendoja për letërsinë. Nëse do të pyesnit pse ky ndryshim, unë nuk mund t'ju a them dot me një fjali. Ndoshta këtë gjë shpjegon pak libri Stambolli, një libër që flet më shumë për jetën time deri në moshën 22 vjeçare. Nuk keni hequr dorë nga piktura. Për shembull, ndjej kur lexoj, sidomos kur jam e kuqja, ndjej sikur shoh një pikturë. Shikoj gjërat kur e lexoj këtë libër. Anlattığım şeyi resimler aracılığıyla anlatırım ve benim özelliğim budur. Kam një dhunti ndryshe nga të tjerët. Jam një shkrimtar që çfarë shkruaj mund ta rrafesi në pikturë. Për shembull Dostojevski, një shkrimtar shumë i madh që më pëlqen shumë, nuk ja kam parë këtë veti. Ai merret me dramën, jo me figurën. Nëse më pyesni mua, them që shkrimtarët ndahen në dy grupe, shkrimtar dramatik dhe shkrimtar vëzhgues. Unë tregimet e mia, shkrimet e mia kam dëshirë t'i përshkruaj si pjesë të një pikture apo fotografie. Për mua, atë që shikon syri, duhet ta tregoj me fjali. Kjo është një dhunti e shkrimtarit. Po me mënyrën se si lexoni, si ka funksionuar ajo? Unë shoh gjithë autorët e mirë në bibliotekën tuaj, që kur ka nisur lidhja juaj me ta, si e lexonit ju një libër, nga fillimi deri në fund me kujdes dhe ngadalë, apo ju bëni filma me librat që lexonit? Yok, herkes gibi normal okurum ama Normal, si gjithë njerëzit e tjerë, por me që më bët këtë pyetje për vëzhgimin, unë t'ju them se pasi kam lexuar një libër, e di që një shprehje është në këtë faqe, apo në pjesën e sipërme, apo të poshtme të faqes. Pra jam një lexues vëzhgues. E vërtet që ka dy mënyra të lexuarit, dhe jesh i vetëdijshëm për atë që lexon, dhe tjetra, ato që lexon të kalojë në mendjen tënde si një film. Unë më shumë përdor këtë të dytën. Ndonjëherë më ndodhe kundërta. Për shembull, isha një ditë me gruan në kinema. Pamjet më pëlqenin shumë, por nuk kuptoja asgjë nga ajo që ndodhte. Dhe për këtë pyesja gruan. Të flas për këto gjëra që po më pyesni më pëlqen. Pikërisht për këto jap mësim në Universitetin e Kolumbias, në lëndën teksti dhe figura. Në fillim u friksova që do t'jepja një lëndë të tillë. Kishte shumë nxënës, por zgjodhëm vetëm 20, mjaft inteligjent. Unë jam shumë i kënaqur me ta dhe e di që edhe vetë nxënësit janë të kënaqur me mua. Në këtë lëndë flasim për shumë figura të njohura si Aristoteli, Brohes, Proust e të tjerë. Kemi lexuar edhe diskutuar shumë gjëra mbi ta. Të gjitha tekstet janë mbi shkrimin dhe atë që shikon të arrish e ta thuash me fjalë. Mund ta mësosh një njeri, a mund ta mësosh një njeri të shkruaj, a mund ta mësosh një njeri të lexoj, a mund ta mësosh një njeri të bëhet, apo janë brenda gjërat, është e pamundur t'ja mësosh, t'ja japësh tjetrit, ta përcjellësh. Ben bir otodidaktım. Yani kendi kendine okuyan biri. Unë jam një autodidakt. Jam një njeri që lexoj vetveten. Nuk arrita të përfundoj Fakultetin e Arkitekturës. Kam studiuar në gazetari, por edhe atje nuk shkëlqeja. Nuk kam qenë as edhe një ditë gazetar. Jam rritur 35 vjet në Stamboll duke lexuar libra dhe nuk kam patur asnjë marrëdhënie me botën akademike. Duke përjashtuar këto 5 vite të fundit që unë jap mësim në Amerikë. Isha një turk i thjesht që me paratë e mia blija libra.
Po të shikosh tani, në librarin time kam rreth 17.000 libra. I kam lexuar të gjitha, si një amator. Gjëja që më pëlqen më shumë është që pas 35 vjetësh që lexoja dhe më pas shkruaja libra, më ofruan një punë nga universitetet amerikane. Në atë kohë kisha edhe një presion politik dhe kjo më bëri të pranoja të shkoja në Amerikë, pavarësisht se nuk më ngjante se isha gati. Prej 2 vjetësh punoj në Universitetin e Kolumbias. Të gjitha këto që ju thash, nuk i kisha dhunti, por i mësova gjatë jetës. Po të shohësh njerëzit që janë larg perëndimit, janë të tillë, i bëjnë vetë të gjitha gjërat. Përballen me jetën dhe vinë në një pikë që kapin kapacitetin e profesorëve. Fati im është që të gjitha shkrimet e mia u pranuan në botë dhe pastaj u bëra profesor. Nëna ime është ende habitur nga kjo. Hala annem şaşıyor. Sepse ajo dikur pyeste, sepse dikur ajo pyeste për kë shkruani, do me thënë pse shkruani. Evet. Evet. Kimin için yazıyorsun sorusu dünyanın bu kısmında olan bizlere Kjo pyetje që më bënte nëna ime, e bëjnë të gjithë, në të gjithë botën. Në vendet e varfra si tonat, na pyesin se kush do t'i blej këto libra e të tjerë. Më parë më pyesnin se kush do të përfitoj nga librat që shkruan, ndërsa tani nga që librat e mi përkthehen në shumë gjuhë më pyesin për ne turqit shkruan apo për të tjerët, perëndimorët. Përgjigjja ime është, unë shkruaj turqisht, por nuk shkruaj vetëm për turqit. Unë shkruaj për të gjithë njerëzit që i duan romanet. Aktualisht romanet letrare lexohen nga njerëzit që janë të shkolluar. Pastaj, unë nuk shkruaj libër për një njeri që në jetën e vet nuk ka shfletuar asnjë libër. Shkruaj për njerëzit të cilët e pëlqejnë letërsinë. Ky mund të jetë një koran, një brazilian apo edhe një shqiptar. Librat nuk mund t'i shkruaj vetëm për një turk. Jo, unë shkruaj për të gjithë ata që duan letërsinë. Ju vjen keq që gjuha juaj nuk është universale? Ju vjen të thoni sa inat e kanë kaq të lehtë ata që kanë një gjuhë universale, ata që shkruajnë anglisht? Tabii bütün hayatımda kuşaklar boyu hep Türk Të gjithë shkrimtarët turq të brezave kanë kaluar dhe kanë vuajtur këtë fakt. Sa keq që turqishtja nuk flitet në botë, sa keq që shkrimtarët turq nuk marrin Nobel. Neve nuk na duan, thuaj nga shumë kolegë turq, të cilët pas marrjes së çmimit Nobel nga unë, u mërzitën shumë. Ödülü alınca çok üzüldüler ama. Si ja bëjnë ata njerëzit që tani janë të mërzitur apo ka kaluar mërzia tashmë? Kanë kaluar ata këtë moment? A ju flasin përsëri? Vermiyorum. Onlarla uğraş. Nuk dua të merrem me këta njerëz. Si shkruani ju, zoti Pamuk? Unë nuk pasha si kompjuter në fakt në tavolinë, mendova mos shkruani me dorë? Ben elle yazarım. Hayatta daktilo bile çok az kullandım. Yavaş yazarım. Po e vërtet, unë shkruaj me dorë, madje kam përdorur shumë rrallë dhe makinën e shkrimit. Dita më kalon duke shkruar dhe rregulluar shkrimet. Nuk jam një gazetar dhe për këtë nuk dua të kaloj gjithë ditën përpara kompjuterit. I qëndroj besnik zakoneve të mia për të shkruar. Shkruaj ngadalë si milingon. Kam shumë durim dhe nuk mërzitem as pak nga gjithë ky proces, përkundrazi më bën të lumtur. Ve çok mutlu olurum o zaman. Ku shkruani? Mund të shkruani kudo ku ndodheni apo vini vetëm në këtë zyrë, që në fakt është shumë e bukur se ç'duket tani për shkak se ne kemi mbyllur grilat nga ndriçimi. Her yerde yazıyorum. Artık uçaklarda, hava meydanlarında, konferanslardan önce otel odalarında yazmak bana bir insanın... Shkruaj në çdo vend, në avion, në dhomë hoteli, në mbledhje, ku do të jem unë shkruaj. Ashtu si që janë ilaçet për të sëmurët kronik, ashtu është edhe shkrimi për mua. Para një mbledhjeje, në avion, në dhome të tjerë. Nëse mbledhja është në orën 11, unë zgjohem në 7 dhe shkruaj 2 orë. Kjo gjë më bën të ndihem mirë. Më e mira është të shkruaj në këtë dhomë ku jemi tani. Pasi jam jashtë botës, nuk më shqetëson njeri. Pas marrjes së çmimit flas me shumë njerëz dhe mund të them që nuk kam shumë kohë. Por nëse njeriu do vërtet të bëjë diçka të bukur, mund t'i arrijë, të mbyllet në dhomë, të fikë celularin dhe të shkruaj. Mos i beso shkrimtarëve të cilët thonë se nuk kanë kohë për të shkruar. U bë një vit e gjysmë që kam marrë Nobelin dhe jam në përfundim të një libri me mbi 500 faqe. Muzeu Pafajsisë? Quhet libri? Masumiyet Müzesi. Po, muzeu. Është një histori dashurie që kalon në Stambollin e viteve 75. Pse është libri më i bukur i jetës suaj? Bilmiyorum ama bu kitapta... Nuk e di, por është i tillë.
si dhe shumë autobiografik. Për shembull, në librin Unë jam e kuqja, ka shumë ngjashmëri me jetën time. Në këtë libër janë dy personazhe që i takojnë viteve 1591. Jetesa e tyre ngjason me atë që kam kaluar unë me familjen time në Stamboll gjatë viteve 1951. Por ai libër nuk është një tregim i jetës time. Libri që jam duke përfunduar flet për të gjithë njerëzit e pasur turq që kam parë dhe njohur. A do ishte më e mirë bota nëse gjithë njerëzit do bënin si shkrimtarët e mirë, do i ndanin të fshetat e tyre me gjithë të tjerët dhe do të çliroheshin kështu. Benim için yazarlığın temel dürtüsü Për rolin e mirë që mund të luajnë shkrimtarët në këtë botë e shoh me pozitivitet, por kjo gjë nuk duhet zmadhuar. Për mua një nga bazat e shkrimtarit është t'i shkruaj dhe t'i ndaj me të tjerët gjërat e vogla që janë të fshehta tek ne. Ndoshta pas kësaj, bota mund të bëhet një vend më i mirë, por unë nuk i shkruaj këto gjëra që bota të jetë më mirë se tani. Unë jetoj, shkruaj për ta zbuluar botën, jo për ta përmirësuar atë. Për mua e rëndësishme është ndjenja për ta ndarë me të tjerët në mënyrë të suksesshme humanizmin tim. Gjatë jetës së përditshme ne bëjmë gjëra të vogla, kur mbushim gotën me çaj, kur shikojmë, pim duhan, dhe shumicën e tyre nuk e marrin parasysh. Shkrimtari ka dhuntin që ato çfarë shikon, qofshin të mëdha apo të vogla, ti dalloj, ta ngacmojnë. Kjo është një gjë e mirë, pasi të mëson të respektosh të zakonshmen, ta kuptosh të thjeshtën, sepse është ajo që të bën të përbërën. Ta njohësh njeriun që ke përpara, ta duash atë, dhe në fund dua të them se nuk shkruaj për të mirat që sjell kjo, por për dëshirën time intelektuale. Ama tekrar söyleyeyim, bu iyilik için yazmıyorum. Önce onu keşfetmek, yazmak için yazıyorum. En sonunda faydası için değil, entelektüel zevki için yazıyorum. Shikoja në shumë intervista që ndërsa përmendni gjërat e zakonshme dhe thjeshtat që bëjmë ne të gjithë, ishte pagesa e faturave të gazit. E kishit me shumë inat. Ju paguani vetë gazin dhe ju bezdis kjo gjë shumë? E vërtet, sepse duhet i paguaj vetë dhe ishte shumë e bezdisshme. Por tani çdo gjë është e modernizuar. Pastaj kam asistentët e mi apo njerëzit që kujdesen për punët e mia dhe faturat apo gjërat të tilla nuk i bëjmë vetë. Tani cila është ajo gjë që keni kaq shumë inat sa pagesa e faturave të gazit? Bir Türk olarak sıkıcı gelen bir şey vardır ve gerçekten bu problemdir. Si një shtetas turk, kam një gjë që më bezdis dhe e shoh si një problem me të vërtet madh. Në këto kohë nuk më ka ndodhur më, por deri para disa vitesh e provoja dhe ishte poshtruese. Të marrësh vizë për të shkuar në ndonjë vend të Europës, një shtetas turk nuk mund të marrë lehtësisht një vizë sepse dyshojnë tek turku. Gjëja që e urren më shumë, që e zemëron më shumë turkun është kërkimi një vize. Mund të më kenë ftuar disa herë në mbledhje të ndryshme, por më pas torturohesha për vizën dhe pastaj nuk shkoja fare në atë mbledhje. Por pas çmimit Nobel, unë nuk e kam më problem për çështjen e vizave. Nobel ödülünden sonra vize problemi kalmadı. Pra fama ti rregullon të gjitha problemet e vogla. Hayır, hepsini düzeltmiyor. Jo tamam të gjitha, nuk i rregullon dot të gjitha. Çfarë nuk rregullon? Ünden şikayet etmemem lazım. Onu da yanlış. Ben gençliğimde ünlü olmak istedim. Bence E mira është të mos nis të ankohem tani nga fama. Në rinin time doja që të bëhesha i famshëm. Mendoja që një shkrimtar duhet të jetë i famshëm dhe u bëra. Nëse do të ankohesha nga fama, do të bëja një gjë të padrejtë. Librat e mi përkthehen në 56 gjuhë të botës, miliona njerëz i lexojnë ato. Nuk kam asgjë për t'u ankuar. Unë doja që ti kisha këto të gjitha, i kam. Të mos nis të ankohem, nuk bën. Si përgjigjeni kujt të pyeta, është autobiografik X roman nga tuajat? Ç'përgjigje jepni? Një libër përmban edhe autobiografinë dhe përpjekjet e njeriu për të vendosur veten e tij në rolin e të tjerëve. Romani është një art. Në momentin që shkruajmë një roman, dhe nëse është autobiografik, të gjithë e lexojnë sikur ai është tregimi një tjetri, ose tregimin e tjetrit shkrimtari e përshkruan si të vetin. Një roman gjithmonë futen shpjegimet tona dhe përpjekjet tona për të vendosur veten në vend të tjetrit. Ndërsa e bukura e të lexuarit të një romani është se mendojmë gjithmonë, vau, a ka shkruar duke vendosur veten në rolin e tjetrit apo ka shkruar nga vetja? Do të pyesja për ngjashmërinë që kanë njerëzit në shtëpinë time, në Shqipëri edhe në shtëpinë tuaj në Turqi. A jemi të ngjashëm të gjithë, a jemi, për shembull, ndërsa ju flisni, mua më duket sikur e kuptoj turqishten, ndjej mirë me gjuhën tuaj. Edhe kjo është pyetja në fakt. A jemi të ngjashëm, a kemi të njëjtat frikëra, paranoja, ëndra, probleme, ankthe? Bu bir inanç sorunu, neredeyse dini bir sorun gibi bir şey. İnsanlara
ya inanırsınız, o hayata inanmak demektir ve neredeyse Kjo mënyrë vëzhgimi është në një mënyrë një lloj besimi. Do të më duhet të jap një përgjigje gjysmë fetare. Unë nuk jam njeri besimtar, por kjo pyetja ka një shpjegim pjesërisht fetar. Ju ose u besoni njerëzve që do të thotë ti besosh jetës, ose nuk i besoni njerëzve dhe mendoni se bota është e keqe. Por sa më shumë të mendoni këtë gjë, aq më shumë i bëni keq vetes tuaj. Unë zgjedh drejtësinë dhe mirësinë përpara dinakrisë, domethënë e vlerësoj drejtësinë dhe mirësinë. Nuk i dua njerëzit që nuk kanë asnjë vlerë njerëzore, edhe pse ata mund të jenë njerëz të zgjuar. Jo, zgjuarësia nuk është gjëja më e rëndësishme për mua. E rëndësishme është të bashkosh mirësinë me zgjuarësinë. Kjo është e vështirë. Interesante në letërsi është të kapësh pjesën djallëzore dhe ta mirë kuptosh atë. Nuk duhet patjetër që shkrimtari të bëhet djallëzor. Duke menduar të gjitha këto, them se njerëzit ngjasojnë dhe nuk ka pse të mos kuptojnë njëri tjetrin. Pas letërsisë së madhe, fshihet një besim që e vërteta njerëzore do të mirë kuptohet nga njerëzit e tjerë. Kjo është një mirësi. Nëse nuk do t'ishte ky besim, nuk do t'ja vlente fare të shkruaje libra. Ja vlen në fakt të shkruash, sepse ndoshta është një përshtypje e gabuar, por jeta e gjithëve është ngjashmërisht normale, shumë normale. Kam përshtypjen që u bezdis fjala normale. Por të lexuarit e bën i jep një ngjarje jetës tënde, e bën më të bukur, apo gaboj në këtë përcaktim? Kitap okumak benim hayatımı daha güzel, daha yapar ama her zaman öyle iyi kitaplarda bulunmuyor. Leximi i librave ma bën jetën më të lumtur, por librat e mirë nuk mund t'i gjesh dot gjithmonë përgjatë gjithë kohës. Unë kam lexuar shumë libra të mirë për të kuptuar të tjerët, për të kuptuar botën. Nëse të tjerët i kanë bërë një pasqyrim të mirë botës, një pasqyrim të zgjuar, atëherë edhe ne ashtu e shohim. Bukuria për mua është bukuria që tregon letërsia dhe arti, por kjo nuk mjafton. Duhet ta përdorësh me zgjuarsi atë që shikon, të bësh të shërbejë ty. Librat na hapin dyert e një bote të fshehtë, por jemi ne ata që pasi futemi brenda, duhet të dim të kuptojmë dhe të marrim prej këtij fati, të dim të ndryshojmë veten. Kënaqësia që më japin shkrimet janë të mëdha, pasi bëj pikërisht të që jam duke ju treguar tani. Pikërisht kjo më ka tërhequr gjithmonë. Başka insanları da değiştiririm. Bunlar bana hep çekici gelir. Kam një qindra pyetje që më kanë ardhur në forumin e emisionit, të cilët të gjithë duan të dinë pse një shqiptare është personazhi i dashurisë së parë në librin Stambolli. Ben hep Arnavutlar çok büyük aşıklar diye duymuştum da ondan tabii. Është një shqiptare, sepse nga që kam dëgjuar që shqiptarët dashurojnë bukur, dashurojnë fort, mbase mund të jetë kjo. Bunun için çok teşekkür ediyorum.